E premte, data 17 shtator 2010, ora 21. Sytë të gjithëve u përqendruan në një kornizë katrore që do të pasqyronte në mënyrë të detajuar, edhe pse në kilometra larg, emocione, realitet, histori të njerëzve mos të zakonshëm, që libri i jetës duket si la një faqe bosh. Mundësia e transmetimit të drejt për drejt në një minutazh për 120 minutash, me presionin e çdo sekonde që nuk duron të largohet, reflektoi në sytë e Aida Shtinus dhe stafit të gazetarëve. U bë ditur menjëherë takimi i Blerina Xhodollarit me nënën e saj të gjetur. Ditën e nesme, pra menjëherë mbas emisionit të javës së kaluar, Blerina më në fund e takoi nënën e saj dhe bashkë me të, në këtë takim kaq të rëndësishëm kanë qenë dhe kamerat e emisionit Njerëz Tumbur. Se çfarë ndodhi, sa emocional ishte ky takim, le ta ndjekim përcjellin tek ju të gjitha ato momente emocionale. 11 shtator 2010, mesditë. Diku në periferi të Tiranës, pagjumësia dhe ankthi u tretën përgjithmonë në një takim të pritur prej vitesh, dhe për të cilin çdo koment do të ishte pa vlerë. Në vetëm 2 orë, duhet të pasqyrohej puna një jave, përmendja e mbi 40 personave të humbur, e gjithashtu një histori që duhet të merrte drejtim. Askush nuk e kishte parashikuar që gjatë transmetimit do të arrishin rezultate për historinë e voglushes Bleona Mata, vajzës tashmë prej pak ditësh 7 vjeçare. Pas publikimit të një inserti investigativ, vëmendja u fokusuar tek një lidhje direkte realizuar drejt për së drejti me emisionin paralel Dritë në tunel në Greqi, së bashku me një organizatë të quajtur Buzëqeshja e Fëmijëve. Kalispera. Καλησπέρα Αΐντα, καλησπέρα. Kalispera Qira Nikoluli. Σου εύχομαι καλή τηλεοπτική χρονιά. Ata janë duke verifikuar për informacionin që ka ardhur në Leoforo Aleksandra, në rrugën Aleksandra, për gjithë shqiptarët që na ndjekin momentalisht nga Athina, e din ku ndodhet kjo zonë, dhe për një hotel, emri të cilit pra jemi në dieni, por nuk e kemi bërë publik për momentin, pasi kolegët tanë janë duke verifikuar për sa i përket listës së emrave. Duke bërë të ditur vendodhjet aktuale të mundshme të vajzës, menjëherë telefonatat vijuan duke pasqyruar kështu imazhet e personit që mund të kishte marrë vajzën. Në të gjitha informacionet që janë dhënë në emisionin ton, janë paraqitur 2 persona të cilët janë gjithmonë afër vajzës, ose më mirë afër kësaj vajze e cila sipas të gjithë teleshikuesve që kanë telefonuar, ngjason me Bleonën dhe sipas tyre është vetë Bleona. Bëhet gjithmonë në fjalë pra për një djalë rreth 28-30 vjeç, me fytyrë të rrumbullakët, flokët gështenj, i gjatë rreth 1,75-1,80, dhe një vajze të moshës 22-25 vjeçe, e gjatë me flokë gështenj. E ndërkohë që rinisën sërish kontaktet me organet kompetente për identifikimin e plotë të personit, e marrja një pamje vizive parafruese, vëmendja u përqendrua tek një vajzë 15 vjeçare, e cila nuk po gjendej që prej 28 korrikut të vitit 2010. Do flasim pikërisht për Jurida Çori, e cila aktualisht është 15 vjeç, ka lindur në Kuçov, ka humbur çdo lidhje me familjet me 28 korrik të këtij viti, pra në 2010-ën, në drejtim të paditur. Vajza ka flokët kaçurela të zeza dhe sytë jeshil, është e gjatë rreth 1,65. Pa parashikuar asgjë, por me durim dhe përkraje nga telefonuesit që jepnin informacione, u arrit të gjendje vendodhja e vajzës brenda minutazhit kohor të transmetimit direkt. Kemi anoncuar në fillim të emisionit rastin e një vajze 15 vjeçare, Jurida Qori. Mirëmbrëma, përshëndetje zonjë. Jam mamaja e Juridës. Jeni mamaja e Juridës? Po. Jeni shqetësuar për fatin e saj? Shumë. Atëre, më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Unë dua të t'jap një lajm të mirë. Po, Aida. E kemi gjetur. Sapo më kanë njoftuar, vajza shëndoshe mirë, ka ndihmuar shumë policia e Durrësit. Për momentin ndodhet në policinë e Durrësit. Faleminderit. Të përqafon fort. Menjëherë nisu në policinë e Durrësit sepse vajza ndodhet momentalisht aty. Shumë faleminderit Aida. Të përshëndes dhe shpresoj mos largohet më asnjëherë.
emocione dhe ankth, verifikime në kohë reale, shpresa dhe për historinë dhe Klarin Qushkus. Më ka bërë përshtypje pra në takimin që unë kam pasur me bashkëshorten tuaj, më ka bërë përshtypje pikërisht ato fjalë, disa fjalë që ajo më tha se ta dija se do të më humte, do të kisha marrë borxh, do t'ja kisha bler ato këpucë vetë. Po. Kjo është shumë e vërtet. Më mirë të kishe marrë borxh se sa të kishe futur atë natë në liçen. Megjithatë ai në liçen kishte hyrë si shumë herë të tjera, ai ishte rritur në liçen. Ai ishte rritur në liçen, ishte pure përditshme. Nuk ishte ndonjë problem pse hyri atë natë, po fati keq.